Agjerimi i Ramazanit realizohet duke abstenuar nga haja, nga pija, si dhe nga gjëra tjera të cilat janë të përcaktuara në legjislaturën islame se e prishin agjerimin. Megjithatë, agjerimi nuk fokusohet vetëm në këtë aspekt. Pra, edhe pse është kusht që të agjerosh, që mos të hash, mos të pish dhe mos të bësh veprimet e tjera të përcaktuara në këtë drejtim, megjithatë, lënia e hajës dhe e pijes nuk është synimi dhe objektivi kryesor i agjerimit në Ramazan. Lënia e hajës dhe pijes, gjithsesi abstenimi nga haja dhe nga pija, si dhe nga gjëra tjera të cilat e prishin agjerimin, janë mjet për të arritur deri te qëllimi dhe objektivi kryesor i agjerimit, e që qartë është potencuar në Kur'anin famlar, ku Allahu Gjellëshanuhu thotë: Ja ejuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba alelladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, kutiba alejkumus siyamu, juve ju është bërë obligim agjerimi, kema kutiba alelladhina min qablikum, sikur që ju bën obligim edhe atyre të cilët ishin para jush, pra popujve të mëparshëm, pejgamberëve të mëparshëm, që të thotë se nuk agjerojmë vetëm ne. Agjerimi nuk është obligim vetëm për ne, por ka qenë obligim edhe për pejgamberët e mëparshëm, gjithsesi edhe për popujt e tyre. Dhe tash Allahu i Madhrishëm e përcakton objektivin e agjerimit: La'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Do të thotë, agjerimi synon devotshmërinë e njeriu, por normalisht se kjo devotshmëri arrihet edhe përmes braktisjes së ushqimit dhe braktisjes së gjërave tjera të cilat e prishin agjerimin. Megjithatë, synimi kryesor, objektivi kryesor i agjerimit nuk është abstenimi nga ushqimi, por është devotshmëria. Abstenimi nga ushqimi dhe nga pijet dhe nga gjëra tjera të cilat e prishin agjerimin janë vetëm mjet për të arritur të qëllimi kryesor i tij. Agjerimi ka disa nivele. Niveli i parë është abstenimi nga haja, pija dhe nga gjëra tjera të cilat e prishin agjerimin. Do të thotë, në aspektin juridik islam, nëse ti e braktis hajen, pijen dhe gjëra tjera të cilat e prishin agjerimin, ti e ke kryer agjerimin. Agjerimi yt është valid. Niveli i dytë i agjerimit është që krahas lënjes së hajes dhe pijes, si dhe gjërave tjera të cilat e prishin agjerimin, agjerimi duhet të realizohet edhe me sy, me gojë dhe me gjuhë dhe me gjymtyr. Si kjo? Niveli i dytë i agjerimit është që të agjerosh gjegjesisht, ti braktisësh të gjitha fjalët e liga, të cilat ti i thua me gjuhën tënde. Do të thotë, ta braktisësh përgojimin, shpifjen, sharjen, fyerjen, fjalët e pahishme e kështu me radhë. Si dhe në të njëjtën kohë, ti braktisësh edhe veprat e liga, të cilat mund ti t'i bësh me gjymtyrët tua. Pra, çdo gjë që është e keqe, çdo gjë që është e pahishme, çdo gjë që nuk bën të bëhet, qoftë që ti e realizon përmes gjuhës, pra përmes fjalëve, apo përmes gjymtyrëve, do me thonë përmes veprave tua praktike, duhet që ti braktisësh. Pra, agjeron si duhet nëse
krahas braktisjes së hajës dhe pijes, ti i braktis edhe fjalët e liga dhe punët e këqija po ashtu. Atëherë ti ke arritur me të vërtetë që të vërtetosh se ti agjeron. Mbase edhe i dërguari i Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, në një hadith të tij qartë këtë na e ka treguar dhe na e ka definuar në çështjen e agjerimit. Ai në një thënie të tij thotë: kush nuk i lën fjalët e liga dhe veprimet e këqija, përfshi këtu dëshminë e rrejshme, fjalët e kota dhe çdo gjë tjetër që nuk i takon njeriu të mençur, por u takon ignorantëve. Ai thot pra, le ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lën hajen edhe pijen. Kjo thënie e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, na tregon qartë se për të agjeruar duhet t'i braktisësh fjalët e liga dhe punët e këqija. Dhe Allahu nuk ka nevojë për agjerimin tënd. Allahu nuk është i mbarur prej agjerimit tënd. Agjerimin ti e bën që dobia e agjerimit të kthehet tek ti, që ti të ngritesh në nivele më të larta shpirtërore, intelektuale, që ti ta pastrosh shpirtin tënd, që ti të bëhesh shembull, që njerëzit të marrin shembull tek ti për një njeri të mirë. Do të thotë, agjerimin e bën ti për veten tënde, jo se Allahu i Madhërisëm ka nevojë për atë. Mos mendo se nëse e ke lënë ushqimin dhe gjëra tjera të cilat në aspektin juridik islam e prishin agjerimin, ti ke kryer çdo gjë dhe ke përfunduar me agjerimin. Jo, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, thot: ai i cili nuk i lën punët e liga dhe fjalët e këqija, le ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lën hajen edhe pijen. Dhe niveli i tretë i agjerimit është agjerimi me shpirt, agjerimi me ndjenja. Do të thotë, atëherë kur agjerimi do të kuptohet si mënyrë dhe rrugë për të arritur te pastrimi i shpirtit dhe për të arritur nivele më të larta shpirtërore. Me fjalë tjera, ai i cili agjeron dhe e kupton në këtë mënyrë agjerimin, ai jo vetëm që i braktis fjalët dhe punët e pahishme, fjalët dhe punët e liga, por ai as bile edhe mendja nuk i shkon të bëjë keq. Pra agjeron edhe me ndjenjat e tij, agjeron edhe me shpirtin e tij, në mendimet e tij, në ndjenjat e tij dhe në shpirtin e tij qarkullon vetëm ajo që është e dobishme, vetëm dëshira për të bërë mirë. Ai nuk mendon bile që dikujt t'i bëj keq, jo vetëm t'i bëj që nuk i bën keq, por as që mendon bile t'i bëj keq. Ai nuk ka zili, ai nuk ka urrëtie, ai ka mendim të mirë, pra e ka pastruar shpirtin e tij dhe agjeron edhe me mendimet e tij, me ndjenjat e tij. Me këtë, ai pra ka arritur një piedestal shumë të lartë dhe në këtë mënyrë ai agjeron jo vetëm duke e lënë hajen edhe pijen dhe duke i braktisur edhe punët e liga dhe fjalët e këqija, por ai agjeron edhe në kuptim të ndjenjave të tij. Ai bile në mendjen e tij nuk ka që të bëjë keq. Në mendimet e tij janë vetëm gjërat e mira dhe gjërat pozitive. Ky është niveli më i lartë i agjerimit, agjerimi shpirtëror. Në fakt pra, agjerimi i cili çon në ngritjen shpirtërore dhe në pastrimin e shpirtit. Dhe të këtill duhet të jemi edhe ne. Nëse duam që agjerimi të jetë në nivelin më të lartë, atëherë
Kujdes pra, nuk duhet të kuptojmë agjerimin thjesht si braktisje të hajes e të pijes, por të kuptojmë si rrugë për të arritur në pastrimin e shpirtit dhe për të arritur në nivele më të larta shpirtërore.